Të nderuar dhe të respektuar vëllezër besimtar, i lartësuar është Zoti i Madhreshëm, ai i cili me urtësinë e tij ka krijuar dhe ka përsosur gjithçka. Çdo gjë që ka krijuar Zoti i Madhreshëm në vete dëshmon për madhështinë që ka Allahu Gjelle Wala. E njeriu është krijesa e cila duhet me i pa, me i shiju, me i çmu, me i vlerësu dhe me i shfrytzu dhuntit që ja ka dhënë Zoti i Madhreshëm dhe me falendëru Zotin e Madhreshëm. Mirë po, fatkeqësisht njerëzit në jetën e kësaj bote ndahen në dy grupe. Ata të cilët i shohin mirësitë e Zotit të Madhreshëm, i vlerësojnë, i çmojnë, i shfrytëzojnë dhe falenderojnë Zotin e Madhreshëm, dhe grupi tjetër ata të cilët fatkeqësisht nuk i shohin mirësitë e Zotit të Madhreshëm, nuk i çmojnë, nuk i vlerësojnë dhe as që marrin mundin ta falenderojnë Zotin e Madhreshëm. Të nderuar vëllezër besimtar, duke pas parasysh faktin se gradualisht po i afrohemi fundit të vitit, e nuk ka dyshim se jeta njeriut qysh ka fillu dhe mbaron, sot me lejen e Zotit të Madhreshëm do t'i them në 2-3 fjalë në lidhje me një pyetje shumë të madhe që e bën secili prej nesh. Çka lam pas e çka na pret në të ardhmen? Të ndershëm vëllezër besimtar, një gjë është realitet që e kuptojnë dhe e thojnë të gjithë njerëzit. Ajo është se jeta kësaj bote ik shpejt. S'ka nevojë të diskutojmë gjatë për këtë argument, sepse të gjithë jemi në jetë dhe të gjithë e dimë dhe shohmi se sa shpejt kalon jeta e kësaj bote. Madje nuk ma men historia njerëzimit që dikush e ka thonë të kundërtën. Ka mendu ose ka thonë se jeta ka shku gradualisht, ka shku nga dalë. Të gjithë kanë me thonë të njëjtën fjalë, konstatim se jeta kësaj bote shkon shpejt. Ai i cili më së shumti, më së gjati ka jetuar këtë jetë është Nuhi alayhis salam. Prej njerëzve vëllezër që më së shumti ka jetu, më së gjati ka jetu në këtë dunja, është Nuhi alayhis salam. Parafërsisht 1000 vjet. Dhe historia është dëshmitar, është temë gjatë, po du me thonë se edhe për kundër faktit se ka jetu gjatë, është transmetu prej fti, sepse ka qenë i dërguar i Allahut dhe ka një histori të madhe, nga se fundit gati se prej ti dhe ka rifillu jeta njerëzore në tokë, që është temë tjetër kjo. Dhe thuaj kur i ka arë momenti me dalë për kësaj bote, aje ka përshkru botën vetë. I ka ndonë për 1000 vjet jetë. Qysh shko jetë atyje? Aje ka thonë këtë shembull i pari. Ka thonë si një dhomë e vogël me 2 dyrë. Vrapon për njënës dhe del tjetrën, kaq shpejt ka ik jeta. Edhe se po bëhet fjalë për 1000 vjet jetë. Pra jeta kësaj bote shkon shpejt. Dhe këtu s'ka që ka të diskutojnë. Bile ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, sa ma shumë t'i afrohemi fundit të jetës. Fundit të jetës njerëzore në tokë, thot viti do të shkon shpejt si muaji si java si dita e dita sa një orë. Dhe ndoshta do të kemi ymër me përjetu kur diskutojmë për gjëra tilla. Pse kështu? Sepse vëllezërit e dashur, ai i cili ka kurdis këtë jetë, është Allahu Gjelle Wala. E ai na ka thonë Kur'an çdo send që ka fillim dhe ka mbarim. Por së mbaron me kaq. Në për çdo urë, në për së ke kalu, prete se një ditë do të vjen momenti për të dhënë llogari për mënyrën se si ke kalu rrugët e jetës në jetën e kësaj bote. Të ndershëm vëllezër besimtar, po ja afrohemi fundit të vitit, të paktën sipas statistikave dhe kalendarit dhe matematikave që i bën njeriu.
E se kemi temën këtu, e kemi temën të diçka tjetër. Të aja që çdo ditë që e lëm pas, jemi të bëgati për me dhanë përgjësi për atë ditë që ka kalu njëtën e se bote. Nuk është dert pëse kemi kalu ditë, sepse mi kriju për t'i kalu, kanë me ikë. Por derti është në ditë kur të lexojmë në fletorën në jetës tonë, vallë, qysh kena me përjetu situatën kur të lexojna në fletorën që kemi shkruar në jetën e se bote. Qysh kena me lexuar në fletorën? A Zoti i Madhërisht po na thot përmes pejgamberit sallallahu alaihi wasallam se kur vjen njeriu në jetën e kësaj bote, Allahu xhalla wa ala po ja çoj kanë dy melaçe dhe po i fol kanë të veshit dhe po i thoj kanë basatna laka sahifatan. Mirë se erdhën këtë dunja e ne ta çelëm fletorën. Wa ukila bika malakan kaliman. Dhe ti angazhuam dy me lajke që kanë mu kujdes për veprat e tua. Ta dham lapsin në dorë e ti shkruaj çka dush. Fe imitte e kur janë dita me dalë për se bote, thujet sahifetuk. Do të mblidhet ajo far letra regjistri i veprave tua. Do të vinë me ty në botën e përjetshme e pastaj do të ndalesh në stacionin e ahiretit për ta lexuar ata që i ke shkruar vetë në jetën e bote. E Allah thot iqra kitabak. E lexohet është historinë e jetës tonë që i ke shkruar vetë. Nuk ka gjykues më i drejtë se Allahu xhallahu ala. Ai të ka prunë këtë dunja të pastër. Dhe këmë të thonë lexohet është vetë historinë e jetës tonë. Dita më e gjatë, më e mundimshme, më sikletshme. Këmë qenë dita kur lexohena në historinë tonë. Këmë na shku kjo jetë u lexu historitë e tjerëve. Ama kena harru vëllezër se një ditë vallahi kena me lexu historinë tonë. Kena me lexu ata që kena shu vetë. E jeta kësaj bote vetëm një faqe e një histori të shkurtër, për cilën njeriu bën përgjegjësi në dunjë dhe në ahiret. Pra dita më e gjatë dhe më e sikletshme është dita ku lexojmë në librin e jetës tonë. Allahu na ka thënë në Kur'an: "Yawma yanzuru al-mar'u ma qaddamat." Fa një ditë do të lexon njeriu dhe do ta sheh se çka ka bërë. Çka ka prunë për kësaj bote. Edhe në fund ka me thonë: "Ja lejteni qaddamtu li hayati." I mjeri unë çka pas bon jetën se bote. E mos harroni se çto fjalë që po i them, bëjmë pjesë, ne jemi çata që nesër kena llogari për këtë çështje. Krenohemi se po e mbyllmi një vit. A më harrojmë se 365 ditë të ka përcjell Allahu xhallahu ala. Ditë dhe natë. Dhe na kena shkruar sa kena mujt detore tonë. Duke mos e llogarisë në ditë do të themi te Zoti i Madhërisht. Po t'ishte kjo botë vëllezër që përfundon vetëm me vdekje, kishin ndryshuar parimet e jetës. S'kishim pa frikë më tutma, se vdekja na kish pastruar me gjithçka. Por s'është kështu. Bile Allahu e ka përmend në Kur'an, në ditën e gjykimit, mëkatarët më të mëdhaj kanë me thonë: "O Zot, qysh s'pas ka përfundu kjo jetë me vdekje? E ti shmi pastru." Por pas ka pa një ditë tjetër më ranë se dita vdekjes. Dita ku do me llogari para Allahu xhallahu ala. Pra vëllezër e dashur, ne duhet ta çmojmë jetën. Duhet ta pasurojmë bagazhin e jetës me veprat e mira. Dita më e lumtur e njerit është dita ku e ka filluar pa mëkate dhe ka mbaruar pa mëkate. Java më e mirë për njeriu është java e cila e ka filluar pa gjuna dhe ka mbaruar pa gjuna. Muaji më i mirë i njeriu është ai muaj i cili ka filluar pa mëkate dhe ka mbaruar pa mëkate. Dhe viti më i mirë për njeriu, për besimtarin është ai viti i cili e ka filluar pa mëkate dhe ka mbaruar pa mëkate, dhe jeta më e mirë e njeriu është ai e cila ka shkuar te Zoti me pak gjëra, sepse pa to është e pamundshme. Pra vëllezër të dashur, dhe po e përfundoj, a di çka është kjo jetë? Kjo jetë është një stacion i shkurtër i asaj trajektore të gjatë të jetës së njeriu.
Dhe këtë shembullin më të mirë të kësaj jetën e ka dhënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Ai tha një ditë për ditëve, tha mali wali dunya, ta çka ka lidhje tha unë me dunjan. Po mali dunya wali, çka ka lidhje dunjaja tha me mua. A ju tregoj të çka dunjaja dhe shoh për ndëgjojnë. Tha kjo dunja është një stacion i shkurtër, e ngjajshme sikurse në rrugë të shkretirës. Njeriu i lodht për rrugës e gjen një hije dhe zegjumi, ndërkohë që hija lëviz, edhe ky jetë përsëri në diell. Tha kështu është jeta kësaj bote. Që njeriu s'u ngjan vend këtu. S'ka stacion përjetshëm për njerin këtë dunjë. Të gjitha janë kalendare. Por ata të cilët e kanë kuptuar me kohë këtë çështje, kanë vrapuar këtë dunjë dhe kanë bërë vepra të mira, sepse e kanë ditë që ato vepra kanë më vyt për botën e përjetshme. Vëllezër të dashur, po të kish qenë kjo botë që i kish mbet dikujt në dorë, s'kish pa të hise për neve në sot. E dini sa sundimtarje, pushtetarje, sa popull i fuqishëm i ka qitë kufisë e botë dhe ka thonë na jemi këtu dem baba dem. Të nesërmën kanë përfunduar në kontinent të historisë, sepse kanë harruar me kuptuar se kjo botë e përkohshme. Njëri pej gjeografëve më të mëdhenj të historisë njerëzimit, Ibn Battuta, kur ka shkuar në Aziu Glendore, e pas ka lexuar me një farë guri të varrezave dhe pas në shkruan aty, thotë këtu janë varros fëmijët e nimi mretav. Kaç? Domthonë gur të varrezave. Që t'jep me kuptu se kjo botë nuk dahet, ama ti i përkohshëm. Kush e ka kuptu këtë jetë si të përkohshme, ai e ka shiju mënyrë më të mirë të mundshme. Edhe ka bërë përpjekje me pasuru. E ka mashtru kjo jetë dhe ka menduar që është i përjetshëm. Ai ka rshit në anën e jetës, e ka ngarku bagazhin e jetës vetë me të këqija dhe në ditë ja prodhari për Allahut xhallahu ala. Pra vëllezër të dashur, të gjithë jemi dëshmitar sepse jemi gjallë alhamdulillah dhe shohmë se si puna ik jeta na përdor. Sidomos në kohën ku shoqëritë po zhvillohen me dinamikë po shpejtune. Dhe gati se është porafruar dhe koha. Dhe gjanat po evoluojnë shpejt. Dhe ne po harrojmë se jemi të hangër, hisën, riskin e kësaj bote për të shkuar te Zoti i Madhrishëm. Dhe ne duhet jemi të vëmendshëm, ta çmojmë jetën, të bëjmë përpjekje maksimale që ta pasurojmë bagazhin e jetës tonë me vepra të mira, të lëmë gjurmë në trajektorën e jetës, sepse fundit për këtë jemi kriju, e kur vjen mend me dalë pjesë bote, të dalmi me faqe të barë, sepse nuk ka opcion tjetër për të vazhduar të mirat në botën e përjetshme vetëm se përmes derës së besimit dhe veprave të mira në jetën e bote. Unë këtu po përfundoj për shkak të kohës, me lenin Allahu azza wa jall me vazhdu herave tjera, walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha.